Policia e Elbasanit ka vënë pranga dy të rinj si rezultati i operacionit të këtuar Thrit, të zhvilluar nga sektori për hetimin e krimit ndaj pasurisë në bashkëpunim me Komisariatin e Elbasanit. Të arrestuarit Pajtim Gura dhe David Skiljan akuzohen se gjatë 2 muajve të fundit kanë dhënë para me fajde dhe kanë përdorur dhunë për të detyruar shlyerjen e borxhit. Sipas hetimeve, dy të rinjt kanë ushtruar dhunë fizike dhe kanë kanosur 2 qytetar babë birë me qëllim që t'i detyronin të paguanin shumën e parave të marra me fajde. Të dy personat arrestuar rezultojnë me precedent penal për vepra të mëparshme me styrje narkotikar, mbajtje pa leje dhe krimet kundër personit. Gjatë operacionit, policia sekuestroi një automjet dhe 3 telefona celular të dyshuar si të përdorura në veprimtarinë kriminale, ndërkohë strukturat hetimore po vijojnë punën për dokumentimin e rasteve të tjera të fajdeve që mund të lidhen me këta persona. Materialet procedurale janë referuar prokurisë së Elbasanit, ku të arrestuarit do të përballen me akuza për veprat penale shtrëngim me anë të kanosjes ose dhunës për dhënien e pasurisë kryer në bashkëpunim dhe ushtrim pa licencë i veprimtarisë bankare.